e karburanteve. Për të filluar me tregun e karburanteve, siç juve e thatë, bursat ndërkombëtare që nga muaji i shkurt, që kanë pasur luhatje të jashtëzakonshme. Muaji i shkurt ka pasur një mesatare të çmimit të bursës për karburante rreth $700, ndërsa piku në ditë të caktuara, por edhe në 2 ditët e fundit ka arritur deri në 1200. Pra kemi pasur një luhatje të çmimeve të bursës rreth 40%, në ndërkohë që çmimet në Tiranë, në Shqipëri, nuk kanë pasur një rritje më të madhe se sa, pra janë luhatur ndërmjet një rritje prej 10 deri në 15%. Për këtë, sigurisht që jemi ulur, kemi diskutuar me të gjithë tregtarët, ne kemi një eksperiencë të mëparshme gjatë krizës së Ukrainës me krijimin e bordit të karburanteve, i cili përcaktonte çmime maksimale të tregtimit, të përcaktuar nëpërmjet një formule të kostos dhe një maksimumi të marzhit, qoftë për qumicën dhe qoftë për pakicën. Gjykojmë që nuk jemi ende në kushtet për të ringritur atë bord, ndonse hapësira ligjore ekziston dhe patjetër që nëse ne do të shohim që ka luhatje dhe ka abuzime në marzhet e fitimit, do të futemi në atë regjim, pasi qëllimi ynë kryesor është mbrojtja e konsumatorit dhe garantimi që çmimi reflekton kostot aktuale. Nga dita në ditë, pra çdo ditë, ne kemi ngritur një ekip nëpërmjet 3 ministrive dhe përfaqësues të agjensive të ministrive, ku monitorojmë çmimin e zhdoganimit, pra i cili është i përbërë kryesisht nga çmimi i bursës, nga taksat dhe nga TVSH-ja, dhe gjithashtu monitorojmë çmimin në tabela në tregun e pakicës. Ky çmim ka qenë mesatarisht, pra marzhi bruto që është aplikuar nga kompanitë e tregtimit, pra nga zhdoganimi deri në tregtimin e pakicës, ka qenë rreth 8.5%, që është një marzh i cili nga gjithë llogaritjet e kostove që ne kemi, është një marzh që është mjaft i kontrolluar dhe më i ulët krahasuar me marzhin normal të operimit që kompanitë e tregtimit aplikojnë. Ndaj, siç dhe juve e thatë, nëpërmjet takimeve, por edhe monitorimit dhe bashkëveprimit dhe bashkëbisedimit të vazhdueshëm që kemi pasur me kompanitë kryesore tregtare, kemi arritur që të kemi një marzh të kontrolluar dhe që rritja e çmimeve të mos reflektohet në po atë rritje të marzheve të